cila është këshilla jote se si ta ruajmë, domethënë, dashurinë, domethënë, mes çifteve kur me të vërtetë në kohën e fundit që janë shtu këto sprova? Para se gjithësh, frikë Allahun subhanahu wa taala, dhe se qëllimi ka qenë arritja e kënaqësisë së Allahut. Dhe se qëllimi i martesës nuk është me jetu me gruan vetëm këtë dynjë. Për disa vite. Por qëllimi është me qenë bashkë në xhenet me bashkëshort. Këshilloj vëllezërit veten tim në fillim, pastaj vëllezërit, mosat si burrat si gratë mos harrojnë detyrat, obligimet e tyre ndaj njëri tjetrit. Se kur bashorti i din obligimet e tij ndaj bashortës, dhe bashortja obligimet e saj ndaj bashortit, këtu nuk ka probleme. Mund të ketë kuptime, njeriu është i tillë, por jo të vinë deri në anë që çum kollaj tash të ndodhin divorcet, ndarjet, shkatrimet e familjes.